të zjarë. Neve lexuam nga Zanafilla kapitulli 3. Edhe në fakt lind pyetja si filloi gjithë kjo. Nëse do të lexonim edhe kapitullin 2, kapitulli 3 në fakt na jep se çfarë ndodhte në kopshtin e Edenit dhe se si ata të dy jetonin, burrë e grua. Kapitulli 3, vargu 1 tek Zanafilla, lexojmë: por gjarpri ishte më dinakun ndër të gjitha bishat e fushave që Zoti Perëndi kishte krijuar. Dhe i tha gruas: a ka thënë me të vërtet Perëndia mos hani nga të gjithë pemët e kopshtit? Vetëm me një pyetje e nisi djalli gjithçka. Vetëm me një pyetje, a ka thënë me të vërtet Perëndia? Në fakt Perëndia atë gjë për njeriu kur fillon me këtë lloj fare dyshimi në jetën e vet, në mendjen e vet, futet çdo lloj armiku i mundshëm në historinë e njeriu. Një ditë, në mëngjes, një çift, burr e grua, ishin shumë mërzitur me njëri tjetrin. Po më e bukur ishte se ata e bënin rrugën bashkë. I hypnin autobusit dhe shkonin në punë. Gruaja zbriste pak më përpara, burri në stacionin tjetër. Edhe zakonisht ata uleshin gjithmonë bashkë në vendet e parë. Atë ditë burrin hypi pari, asnjëri se ishin të mërzitur me njëri tjetrin, asnjëri prej tyre nuk po fliste. E ndërsa shkuan, erdhi autobusi, hypën autobusit, burri nuk shkoi, se ai hyri i pari, nuk shkoi që të ulej në vendin e parë, e vendin e tyre si zakonisht, po ul në fund. E ndërkohë që gruaja ulet, edhe ajo nuk u ul tek vendi që uleshin gjithmonë, por në një vend tjetër. E ndodhi që as rrugës, ndërsa toni, dikush i foli kësaj gruas, i bëri një kompliment, sa gjupi lezetshëm. Faleminderit, të shkoka shumë. Faleminderit. Edhe ky zotëria, burri pra që e shikonte gjithë këtë ngjarje, edhe në moment erdhi kaloi ai që kalonin atë kartën që kanë pagesën, ose me kesh. Ky ofroi që t'i pagonte rrugën, t'i pagonte dhe bilet. Këtë histori po e tregonte vetë, ishte le të themi në vetën e parë që e tregonte burri. Edhe unë thaj që i shikoja gjithë këtë që po ndodhte. Pastaj biseda u ofrua, domethënë u zgjat pak më shumë, siç duket po merrte rrugën e mirësisë, le të themi. Edhe burri që i afrohet stacioni gruas dhe i thot gruas: shiko, kur të zbresin, se du të mos afro pak Meri, vajzën. Edhe kjo që i kthehet Meri, domethënë me çudi që kush është Meri. Shiko, mos harro ta marrësh edhe mos harro ti ndesh në atë çfarë ajo kërkon. Po, edhe pastaj u ndaloi autobusi edhe zbresin. Dhe kjo i thot: ma thon zemër, gjendja. Kush është Meri? Meri është vajza jone atë me hapës lili, po nuk ishte shmirë. Edhe ndërsa po e tregonte këtë histori, vetë kuptoi, ky burri tha: shiko, tha, nëse do t'i lësh vend djallit, armiku do të hyjë dhe do të shkatërrojë çdo gjë që është e jotja. Atë që ti konsideron më të mirë, atë që konsideron më të shëndetshme, më të shenjtë, më të fortë, edhe atë ta shkatërron, nëse ti nuk e ruan, nëse ti nuk e mblon. E njëjta gjë është dhe me mendjen tonë. Pra nëse neve lejojmë, kudo që t'je, nëse neve lejojmë diçka tjetër që të hyjë në mendjen tonë, në zemrën tonë, atëherë neve jemi në të lashë. Po të shikojmë i vargun 6, dhe gruaja
pa që pema ishte e mirë për t'u ngrënë, që ishte e këndshme për syt dhe që pema ishte e dëshirueshme për ta bërë të zgjuar dikë, dhe ja mori nga fruti i saj hëngri dhe i dha edhe burrit të saj që ishte me të dhe hëngri dhe ai. Atëherë u hapën sytë të dyve. Nuk ndodhi kur ajo hëngri, por masi hëngri burri, atëherë u hapën sytë të dyve. Disa mendojnë pse mori Adami dhe hëngri nga fruti. Ai ishte për shkak se nuk do të t'i kthente llafen gruas, mos ja bënte ndysh, apo ishte me të vërtet diçka që, si themi, që Zoti, ose më falni, fruti, siç thuhet dhe për gruan, ai ishte i dëshirueshëm. Adami në këtë moment e kishte hulur gjitha hekrat mbrojtëse. Edhe kur Zoti e pyeti ku je, nuk pyeti grua. Se po të shikosh vargu 10, vargu 10 përgjigjet: dëgjova zërin tënd në kopës dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheh. Dhe Zoti përsëri thot: kush të tregoj se isha lakuriq, mos vallke ngrënë nga pema që unë të kisha urdhëruar të mos haje? Njeriu u përgjigj: gruaja që ti më vure, kujt i kërkoi Zoti llogari? Adam. Pra, mbrojtësit që ruan, aty ti kërkoj llogari. Edhe pastaj llogaridhënia nuk do të thotë që gruas nuk i kërkoj llogari, po llogaridhënia vazhdon. Edhe dënimi sipas shkallës, le të themi sipas shkallës përgjegjësisë u dha. Por ama dëmi u bë. Dëmi u bë se në mendjen e njeriu tashmë hyri dyshimi, tashmë hyri frika. Se pikërisht tek vargu 10 thot: dëgjova zërin tënd në kopësht dhe pata frikë sepse isha lakuriq dhe u fsheh. Pata frikë. Dyshim, frikë. Dy nga armiqt kryesorë që hyjnë në mendjen tonë, në zemrën tonë. Dyshim që në marrëdhënie, a mos po shkon andej, a mos po shkon. Frikë se po nuk më pëlqen më, shkon me disa, në çfarë fash. Në çfarë do të marrëdhënie? Edhe kjo e dëmton. Ti me mendjen tënde, ti e bëre betejën. Zaka në trunin tënd vazhdon edhe lufton. Dhe çfarë ndodh është që ti tashmë ke hapur dyer edhe aty ka hyrë furzush. Pra, i ligu ka hyrë, ka zënë vend. Pra, armiku më i madh i joni mund të bëhet mendja jon. Ajo çfarë neve e kemi më të fortë, atë çfarë neve stimulojmë, që mund të stimulojmë trupin ton që të na japi energji pozitive, negative. E keni ndjerë këtë, domethënë, ndjenjen e frikës. Kur ti je në qetësinë tënde, në vendin tënd të qetë, ti pa pritur dëgjon një zhurmë. Po zhurmë që do të rëmbë. E keni vënë re se si reagon trupi juaj? Dhe çfarë është ajo? Pra zohesh, pra ti vendhesh, ty të dalin djerë të ftohta, sa për shembull, aq shumë trembë sa u bëhet që të shkoj në banjo. Edhe shumë gjëra me radhë. Por kjo ndodh për shkak të mendjes tonë. Se truri jon tha, kujdes. Edhe ti, trupi reagon, pra, dhe i stimulon adrenalin, frikë në trup, në organizmin tënd, dhe bën që ti të kesh atë lloj ndjeshmërie, atë lloj ndjenje në trupin. Pra, për shkak të mendjes, pra truri, mendja jote, i thot trupit prodho pikërisht të gjë, se jemi në rrezik. Por imagjino, nëse ti do të jesh i qetë. Pali te Galatasit thot: dhe veprat e mishit janë të zbuluar dhe janë kurorshkëndja, kurvëria, ndyrësia, shturja, idhujtaria, magjia, armiqësimi, grindjet, xhelozit, mërit,
zankat, përçarjet, tarafet, smira, vrasjet, të dehurit, bytësia dhe dhe gjërat e ngjashme me këto, ali thot ka komo më shumë, po dhe të gjërat e ngjashme me këto, për të cilat po ju paralajmëroj sikurse ju thash edhe më parë, se ata që i bëjnë këto gjëra nuk do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Pra nëse neve lejojmë dyshimi, frikën në mendjen tonë, të gjitha ligësitë marrin rënjë, marrin fuqi dhe bëhen të gjalla. Të gjitha gjërat pra, e ndyra, e liga, ligësia, merr jetë, merr fuqi dhe bëhet e gjallë në jetën tënde. Edhe pastaj kanë vepër. E di çfarë thot Jakobi? Ajo thot çfarë është e pamendueshme bëhet e mendueshme. Dhe ajo çfarë është e mendueshme bëhet e bëshme. Pra merret në konsideratë për vepra. Qofshin të mira, qofshin të këqija. Dhe duam të përmirësohemi në jetën tonë, qoftë për sjelljen tonë, qoftë gjithashtu edhe për edhe për të mirat tona materiale, ashtu vijnë dhe idet e liga. Thuhet një histori indiane, me këta indianët e Amerikës. Thot që në trupin tënd, në qenien tënde janë dy ujë. Ujku i bardhë dhe ujku i zi. Ujku i bardhë simbolizon që neve do ta lexojmë që kemi edhe frytin e frymës, simbolizon të mirës, dashurinë, mirësinë, zemërbutësinë e gjitha këto. Ndërsa ujku i zi simbolizon të keqen edhe gjitha lekësitë, punët e mishit që apo lexuam. Edhe duke bërë këtë gjë, ujku që fiton më shumë, ose ujku që merr në kontroll mendjen tënde, qendjen tënde, është ai ujk që neve u ushqejmë më shumë. Që njerëzit fillojnë një herë pa pritur e pa kujtuar, bëhen vartës të ditë çfarë. Për shembull, dha im nuk mbahet në mend, domethënë le të themi mbi 10 vjet mund ta ketë pirë duhan. Ndodhi para tani po bën nja 3 vjet, e vendosi do ta le duhan. Po kështu me spat, se disa thonë që nuk lihet, nuk e le dot. Me spat do ta le. Edhe çfarë kishte i prishi, edhe që ditën tjetër vendosi që të shkonte në palestër. Edhe sot e kësaj dite nuk e di. Pra, besojmë edhe besohet që nëse ti ke vullnet dhe disiplinë për të bërë diçka, ti mund ta arrish ta bësh. Fryti i frymës nuk e thot në numër shumë, se thot në numër 1, sepse është si thua është paketë, është e plot. Janë të gjithë. Është dashuria, gëzimi, paqja, durimi, mirëdashja, mirësia, besimi, zemërbutësia dhe kontrolli. Pra të gjitha këto gjëra shkojnë bashkë. Po ta vëmë re, ky varg fillon me dashuri. Edhe thot dashuria. Edhe pastaj vazhdon të tjerat, edhe po ta shikosh, dashuria është ajo që i mban ti. Dashuria të fal gëzim, dashuria të fal paqe, dashuria të fal durim, të dëshirosh të mirën, të jesh mirëdashës, edhe të ofrosh mirësi, besim, zemërbutësi dhe gjithashtu dhe vetëm. Kjo është forca e dashurisë. Ky është dhe fryti i frymës. Nëse këto vihen në praktikë dhe nëse neve si thuash, i njeftojmë trupit ton, mendjes ton, pikërisht të gjërë. Pra duhet një luftë, edhe në fakt është një luftë, është dhe një betejë që ndodh çdo ditë. Po të shkojmë së bashku tek Efesianët kapitulli 6,
Efesianët 6, për çfarë betet vëllezër e mi? Forcohuni në Zotin dhe forcën e fuqisë së tij. Vishni gjithë armatimin e Perëndis që të mund të qëndroni kundër kurtheve të djavullit. Dhe vargu 12 na thotë që betejë e vërtet është një betejë që është shpirtërore, nuk është mishore, siç neve luftoj. Sepse betejë jo nuk është kundër gjakut dhe mishit, por kundër principatave, kundër pushteteve, kundër sunduesve të botës së errësirës të kësaj epoke, kundër frymërave të mbrapshta në vendet qiellore. Neve si njerëz në marrëdhëniet tona fizike, shoqërore, miqësore, neve gjithmonë shfaqim ato interesi. Dhe shumë të pakët janë ata njerëz që duan shoqërinë, miqësinë të sinqertë. Kjo ndodh sepse neve kur ka hyrë dyshimi, kur ka hyrë frika, kur ka hyrë xhelozia në mendjen tonë, në trupin tonë, në qenien tonë, ndodh që njeriu ka atë ambicien e keqe që nuk dëshiron që dikush të shkojë më mirë, të bëhet më mirë se të tjerë. Edhe në qoftë se nuk arrin dot, nuk e bën dot vet, mjafton ajo ligësia ka hedhur rënj shumë në qenien e tij sa edhe ai thot mos shkoj përpara, edhe ai mos të bëhet mirë. Tek Efesianët na thuhet, po të vazhdojmë në vargun 13, prandaj thot merrni të gjithë armatimin e Perëndis, që të mund të rezistoni në ditën e mbrapsht dhe të mbeteni në këmbë pasi të keni kryer çdo gjë. Qëndroni pra të fortë, duke patur në i brezin e së vërtetës, të veshur me pazmoren e drejtësisë dhe duke mbathur këmbët me gatishmërinë e ungjillit të paqes, mbi të gjitha duke marrë mburojën e besimit me të cilën mund të shuani të gjitha shigjetat e zjarrta të ligët. Merrni edhe për krenaren e shpëtimit dhe shpatën e frymës që është fjala e Perëndis, duke u lutur në çdo kohë dhe me çdo lloj lutje dhe përgjërimi në frymën, duke ndenjur zgjuar për këtë qëllim me çdo ngulmim dhe lutje për të gjithë shenjtarët. E dobishme është që neve të armatosemi me gjën e duhur. Sepse nëse neve nuk jemi të armatosur pikërisht me gjën e duhur, neve do të jemi dhe larg së vërtet. Kjo do të na largojë neve nga ajo çfarë ne kemi më shumë nevojë. Në fakt, marrëdhënia me Perëndin është si ajo marrëdhënia prind fëmijë. Vjen një moment, vjen një kohë që prindi pranon që kaq unë mund të bëj me fëmijën. Dhe unë nuk mund ta kontrolloj atë më shumë. Na thuhet brezi së vërtetës, dhe e vërteta na ruan që të mos dorëzohemi tek besimet e botës. Po të krahasojmë këto besime dhe veprat, besimet tona dhe veprat tona me fjalën e Zotit, na jep një ide se sa e rëndësishme dhe kush është e vërtetë. Mburoja e besimit. Besimi është të jesh i sigurt që Perëndia do i mbaj premtimet e tij. Besimi në Zotin të mbron kur ti tu ndohesh dhe dyshon. Por gjithashtu dhe për krenarja e shpëtimit, vendos helmetën e shpëtimit duke besuar që Jezusi vdiq për mëkatet tona dhe u ringjall përsëri. Pra ajo helmeta e besimit është një lloj sikur si ushtarët që shkonin në luftë dhe me atë helmetën mbronin kokën e tyre. Helmeta për ne, për krenarjen e shpëtimit, kjo është ajo krenaria jon që na mbron mendjen tonë, kokën tonë,
që neve jemi të shpëtuar. Sepse një nga sulmet e mëdha që djalli na bën është që na thot ju nuk do të keni përjetësi. Ju do të vdisni gjithsesi. Dhe ç'a mundohesh kot, çfarë lodhesh kot, ti kaq vlen. Ti mendon se Zoti do t'ja di për ty e kështu gjëra më të liga të mundshme që mund të na sulmojë. Pasmorja e drejtësisë, drejtësia është të jesh i sinqert, i mirë, i përulur, i drejt me të tjerët dhe të mbrosh me të dobët. Pikërisht që neve lexuam edhe tek Galatasi 5. Ungjilli i paqes, pra na bën që të shkojmë tek të tjerët dhe të ndajmë fjalën e Zotit, lajmin e mirë me të tjerët, por gjithashtu na ndihmon edhe ne që të jemi në rregull me Zotin, të jesh i kënaqur në kohë të vështira dhe në kohë të mira, se kohë të mira normalisht që je i kënaqur. Jezusi tha paqebërësit janë të bekuar, janë dhe ata që do të trashëgojnë mbretërinë e Perëndisë. Edhe e fundit, shpata e frymës është fjala e Perëndisë, fjala e Zotit, është arma jon e sulmit. Tek tundimi i Jezusit, Jezusi në shumë raste përdor shkrimin, përdor fjalën e Perëndisë. Një nga tundimet që djalli i bëri tha, ulu në gjumë, më adhuro mua dhe unë do të fal gjithçka. Edhe Jezusi që thot, është shkruar thot adhuro Atin Perëndin tënd. Djalli duke e dëgjuar Jezusin që përdori shkrimin tha, gjithashtu është shkruar. Idhu tha nga kjo tha dhe Zoti do të dërgojë angjëjt e tij tha që ti të shpëtosh. Jezusi përsëri tha, gjithashtu është shkruar që mos e tundo Zotin Perëndin ta. Neve jemi kaq shumë të bekuar dhe kemi kaq shumë vlerë edhe armë sulmuese që ne ta sulmojmë djallin, po për nuk e di në momentet jo ta sulmojmë në kuptimin që të fitojmë neve vetë personalisht, sepse djalli është një nga thuhet që në Bibël thuhet që ai ishte një nga angjëjt me atë hierarkinë më të lartë të mundshme. Mund të ketë qenë tani po e mbysëm kot me timen që mund të ketë qenë mbas Perëndisë me autoritet. Tek Ezekieli thuhet domethënë që për djallin dhe bën atë Luciferin dhe bën krahasimin gjarë për i vjetër, thot, që ishte në kopshtin e Edenit që mori u mishërua në gjarpër për të tunduar Edhin. Edhe Isaia kapitulli 14 thot djalli aty thot unë do të jem, unë do të bëhem Zot. Edhe në këtë momente ai po kërkon që edhe Jezusi të adhuro. Qëllimi pra i ynë si të krishterë duhet të jetë ky, që të mbajmë atë zgarrin e besimit tonë ndezur, sepse është shumë e rëndësishme që jo vetëm që neve ta rrethojmë veten tonë me njerëz të tillë, por edhe t'i ruajmë këta njerëz. Ashtu siç ne zgjedhim me familjet tona. Po flasim për le të themi për ata njerëz që duan të ndërtojnë dhe të ruajnë familjen dhe vlerësojnë familjen. Unë zgjedh që të jem me partneren time dhe s'ka gjë tjetër. Dhe nuk duhet dhe nuk duhet të lejoj dikë tjetër që të futet në mes. Sepse në momentin që kjo lejohet, çdo gjë betejë është e humbur. Zoti tha përpara rënies, tha do të bëj njeriu do t'i bëj një ndihmë sa që i leverdis dhe i bëri gru. Dhe fakti është jo se Zoti gaboi në krijimin e kësaj ndihme që i leverdis. Çdo gjë ishte perfekte, ishte përsosur. Por ama i dha zgjedhjen e lirë. Dhe unë besoj diçka tjetër
që besoj që është e dukshme edhe në shkrim, qofse në mesin e një çifti lejohet të futet diçka e tretë, ajo do të shkatërrohet. Edhe pikërisht kjo gjë ndodh në kopshtin e Eden te kapitulli 3. Unë po e them këtë solla një ilustrim, një shembull. E njëjta gjë mund të jetë me shoqërinë, me miqësinë. Ne duhet ta provojmë dhe ta shikojmë vetë se sa e vërtet, se sa i sinqert është ky person, a ka ky interesa përtej shoqërisë, miqësisë apo diçka tjetër. Le luftojmë pra duke veshur armatimin e Perëndisë për të qenë njerëz të perëndishëm, njerëz që i sjellim lavde çdo